Jamali. Unë se di se çka kërkojnë njerëzit nga Jamali, o çuna Jamali ka pas atë probleme me pubalgjin, problem fizik dhe u dallonte deri diku. Jamali po bën gjëra që të tjerët as në ëndrat më të mëdha nuk do t'i bëjnë 18 vjeç po. Nuk ka shans më burr që një njeri të dali sot luaj futboll dhe të barazohet me Jamalin më çim. Është e jashtëzakonshme ajo që bën ai, është e jashtëzakonshme më burr. E ka kthyer futbollin në një lehtësi të papame në këtë moshë, në këto nivele, se është ndryshe kur luan në kampionatet zh. Në këto nivele, ta kthesh futbollin aq të lehtë, trivela, driblime, ikje, vertikalizime, goditje në port, gola, ai bën gjitha. Ka në repertor gjithë. E di çka ka ngel? Ka ngel që Jamali tani të filloj të futet në shtyllë 2 dhe të bëj gola me kokë. Vetëm kjo ka ngel. S'ka çfarë dot. Tani, këtë Jamalin, mos të shaj kot Denis. Jo, do të shaj unë. Unë kam mbrojtur këtu kur është shar Jamali, kam bërë ca parashikime që është gjykuar në varësi jo të prindrit kështu, jo e dashura, ku ka men, ky. Ajo që kam parë unë ke Jamali, se kjo është ajo pjesa që më surprizon më shumë. Se 17 vjeç. Fitoi Europianin. Protagonist mas Europianit Barcelonën, shkoi në La Liga, Kup, Superkup, fitoi ato 4 përballë që kishte si protagonist me Realin. Deri në gjysmëfinale Champions League. Dhe çfarë nuk u tha? Ka që shkye, kubo, kye, i ka prindrit dhe shi dashu, shi këtë. Çfarë ndodh me Jamalin? Jamali në fush për moshën që ka, që do ishte pranueshme që të ishte pak mendje madh në fush për aq sa ka fituar si 18 vjeçar, që mos tjeti pjekur fare, do pritej. Ndërkohë që Jamalin e shikon në fush, gjëja e parë që mendon Jamali kur merr topin është kush është i lirë, mundohet të luaj për ekipin, jo për veten. E ka zgjedhje të dytë të luaj për veten. Dhe primi i dytë është shef një herë kush është i lirë, kush është i lirë, qoftë se s'është askush, okay, vazhdoj vetë. Zovëncohet, nuk bën fjalë se po shoh ca që nuk kanë ato që i than Jamalit, jo prindrit, jo e dashura, që si kanë këto probleme, dhe po i shoh që të bëjnë në fush ca gjeste, pa i përmendur emrin, se ç'kam një përshtypje që e dini për kë po flas, po i shoh të bëjnë ca skena që kanë fituar shumë. Dhe po i shikoj, janë në moshë më të madhe, 7 vjet më të mëdhej se Jamali, që duhet të jenë më të pjekur se Jamali, po i shoh të bëjnë ca skena në fush. Ky djali 18 vjeç, që ka dhe justifikimin e moshës, që në atë moshë je pak i papërgjegjshëm, do t'i futemi transfermarrjet lojtarit me më vlerë më të lartë në La Liga, nuk e shoh të bëjë diçka jashtë normales në fush. Po fare asnjë gjë, as tregoj mungesë respekti ndaj trajnerit, as ndaj shokëve të ekipit, as ndaj lojës mundohet nga minuta e parë. Ke fundit luan për ekipin. Që ato akuzat, ato parashikimet që janë bërë, kanë qenë një të nxituara, që kështu ky ka përtrar shumë shpejt e s'ka lidhje ky të rri kaq lart. Përveç dëmtimeve, këtë djalin do e shohim për një 15 vite të tjera. Kam frikë për ata që janë tifoz të Barcelonës dhe të Spanjës. Kam frikë që për një 15 vite do e shohim siç po shohim Mbappé, dhe Mbappé o bëgo xhaç, vetëm bën gola, do dalim aty problemet të tjera që ka Mbappé. Ky djali është 17 vjeç. Imagjino ku do jetë ky djali me mënyrën si luan dhe me profesionalizmin që ka si 18 vjeçar. Ke botrori për 3 vite, që ke botrori mirë ke botrori, po them ky nuk më le ta mbaroj. Ke botrori 2000. Te botrori 2030 vjetës do jetë 22 vjeç. Ashtu do, faleminderit. Do të thënë ky mund të jetë duke nisur nga ky botror, mund të jetë i vetmi në histori, po bëj një parashikim të nxituar, që shpresoj mos të ndodhi dëmtime gjëra, që mund rivalizoj Pelen. Me 3 botror. 3 botror. Ky djali mund të bëj shumë çuditëra që si kanë bërë asnjë 2 tjerë para këtij. Që ato kritikat e parakoshme që u bën këtij djalit ishin të padrejta dhe mundësisht i kërkoni falje, sepse nuk ka pasur asgjë tjetër përveç një sjellje super profesionale. Jo po shih si vishet, jo po shih babain, jo po shih maman, jo. Ndërkohë ky vet në fush perfekt. Jo vetëm.